Christian Aslani është një nga lojtarët që në fundin e sezonit aktual mund të përshëndesë Interin, pavarësisht golit që shënohet e dëshirës së tij për të realizuar ëndrat me fanellën si kaltër. Shqiptari do të largohet për të sistemuar një ekip që luan më shumë dhe ndoshta të jetë titular fiks. Qëndrimi i Zikaltrit nuk po e ndihmon sepse vazhdon të jetë zëvendësues si Çalhanoğlu dhe në këtë mënyrë ka të vështirë që të gjejë ritmin dhe të rritet. Ai rinovoi kontratën e tij në shtator deri në fundin e sezonit 2028, çka tregon se klubi ka besim te djaloshi Kuqezi. Megjithatë, Red Aslani kërkon që të luajë më shumë. Pas botrorit të klubeve do të ulet për të folur me drejtuesit në mënyrë që të vendosin bashkërisht se cila është më e mira për të dyja palët. Për djaloshin Kuqezi ka shfaqur interes ekipi Polonjës dhe mund të përdoret nga klubi si një mundësi për të transferuar në Milano Santiago Castro ose ndonjë lojtar nga reparti i brapavijës. Për momentin nuk ka asgjë konkrete. Bashkë me Aslanin do të largohej gjithashtu Arnautović dhe Correa, të cilëve u përfundon kontrata.